Një letër e hapur, një letër plot falënderime në fakt, por edhe me një mesazh shumë të fortë për paqen. Gzim? Ne hapëm dhe dje këtë temën e rasti Iranit është i pazakontë, domethënë, krahasim me pritjen që është bërë Iranit, ata po dalin më të mirë se ç'janë. Dhe fakti që midis fjalëve të bukura është 168 numri i viktimave dhe qyteti që përmendej, them që në botror ka dhe politik, domethënë, dhe atyre i takon më shumë se çdo ekipi tjetër të thonë diçka për vendet e tyre. Është situatë e pazakontë, një ekip në botror dhe një vend i kërcënuar andej me jetë. Ne në fakt dikush nga ata miqtë e mi që pi kafe në mëngjes ta që të bëja një saktësim se kur themi që armiqësimi i Iranit, do të thënë ne armiqësi se kemi popullin iranian, është regjimi iranian atje, po populli po ta saktësojmë këtë se ne kemi shkuarit jashtëzakonshme me popullin iranian, popullin shqiptar, që ta themi edhe këtë gjë se është interesante. Ti ret për këtë letë dhe për këtë qëndrim se dje cikemi çik të përzierjen e politikës me po kishte gjesti bukur kë. FIFA dhe UEFA mundohen shumë që ta lënë futbollin larg politikës. Po është e pamundur që në situatën që është Irani, po themin, dhe marrëdhënia midis dy vendeve, mos të shfrytëzohet kjo vëmendje kaq e madhe për të lëshuar disa mesazhe që janë shumë të forta. Sepse ti mund të shfrytëzosh, po themi, dhe po them tribuna të tjera, apo tryeza të tjera, apo mediat të tjera për të lëshuar këto mesazhe, por nuk e kanë vëmendjen që kanë këtu. Unë nuk mendoj që të gjitha mesazhet diplomatike që ka lëshuar Irani më parë kanë marrë vëmendjen që ka marrë ajo letër e thjeshtë, dhe ato mesazhe të qarta që ata kanë pasur atje. Kështu që kjo është edhe fuqia e futbollit më nësh. Por ama jo e futbollit, ta saktoj sportin. Po, sidomos e futbollit për shkak të vizibilitetit kombëtar. Është vërtet kjo, sepse për shembull thuhet që i tha një kryeminist japonez, i tha Djokovic, unë njoh ty, nuk njoh kryeministrin e vendit tënd, tha për shembull. Kjo është, po themi, pra është sportin në përgjithësi. Por ka një gjë që edhe Irani, fuqia e Iranit futbollistike, po the fuqia, ajo që është e Iraku që po luan tani me Francën dhe gjithë këtyre vendeve tregojnë që gjeografia e futbollit ka ndryshuar pak. Këto skuadra nuk janë për të vlefsuar ashtu siç ne i kemi menduar. Këto nuk janë thjesht meteore që kanë ardhur të përfaqësohen atje botror dhe të bëjnë paradën. Ka futboll kudo tashmë. Ka futboll dhe kjo është Debra, doja të drejja pak me ty se këtu, domethënë është deri ku bëhet e dëmshme ndryrja e politikës në sport, se ti je ekspert e sportit nga ndër të tjera. Domethënë si mund ta mbajmë sportin të pastër ndonjëherë se çdo ndryrje politike është shumë e vërtet, por gjithsesi unë dua të përmend një shprehje shumë të famshme të Nelson Mandelës, që sporti ka fuqi për ndryshuar botën, edhe për të ulur gjithë ato barrierat e diskriminimit apo për të bërë popujt bashkë, njerëzit bashkë, edhe realisht mendoj që kjo fuqi që sporti ka duhet mbajtur larg politikës, edhe unë shpesh herë edhe në rastin tim që kam kaluar edhe mbi supe, them gjithmonë që pasioni tim për sportin nuk mund bëhet pjesë me politikë, kështu që mendoj që është mirë që të jetë. Edhe kush më shumë se ty, se ti kur thu Debra thu direkt sporte dhe shumë sporte. Avokat, Irani si largohet nga ky botror? Nga ana futbollistike flas, po edhe jo, s'është larguar. Tani ka dhe një ndeshje se ajo që matematikisht është shequr, po ka shanse për të kualifikuar. Ka shanse goxha, po. Këto ndeshje që ka bërë është dinjitoz. Gjithmonë Irani ka qenë ekip tallë. Ne mbajmë me Spanjë kur ka qenë me Kerozin. Gjithmonë. Edhe kampionatin e tyre kanë të fortë në krahasim me zonën që janë aty, por që vlerësohen shumë kësaj radhe se janë një ekip i çapërdar në kuptimin edhe me probleme politike, po edhe lufta, edhe këto që po transmetohen dhe me fjalë solidarizim për Iranin, nuk kanë parë emisione të viteve 70 ose dokumentar që ka pasur. Dhe nuk e di, kam një afeksion, kam një respekt për atë popull, me fjalë është popull që mbahet në tutel, me dhënë është popull shumë vital, po të futesh mirë të studiosh, është popull me inteligjencë, me njerëz që kërkojnë jetë, kërkojnë liri. Është e padrejtë, gjithë ajo që bëhet. Fatona ke këto kompeticionet, ka kështu goca nga vende si Irani kështu? Se besoj nga Irani. Se di, jo, në kompeticionet që kam qenë Britani nuk ka. Çka ka nga vende të çuditshme që vinë ke kompeticione ndërkombëtare ku shkoni unë? Po zakonisht atje ka nga shumë Afrika kishte për shkak. Po Afrika, Ghana. Nga Ghana kështu gjërash. Po, ka zakonisht patjetër çokoladë. Zoni misinë ato, zini misinë kështu. Janë shumë njerëz të mirë, kështu që janë shumë të edukuar, janë shumë të afruarshëm.
Kështu që unë kam një tip që afrohem me të gjithë njerëzit. Raca, ngjyra, asgjë nuk ka rëndësi. Se sporti edhe kjo ju e një lloj sporti është. Kjo i bashkon njerëzit. O Edi, Irani ka mundësi ju shmang në masaj pyetjes tënde që the si mund ta ndajmë sportin nga politika. Politika e ka glabëruar sportin. Futbollin sidomos. Në Blateri sot vuan pasojat e politikës, nuk u dha botërori për Amerikën, Blateri u largua. Shiko tani Infantino se si sidhet i pari FIFA-s dhe i pari UEFA-s me politikën. Shiko zakonisht drejtues të federata nëpër vende nga ne dhe federata tjera se si shkojnë brava politikës. Kur titularët i shkojnë brava politikës, si do ikë politika nga futbolli? Vetë politika është nuk e çetu se më para thoshin që një kusht parimor i sportit është jeta politik. Po s'është politik. Qartë. Shumë politik. Edhe është hënë sot, ditë është hënë ne koincidon me procesin, kështu që do rondojmë tonave ne. Është procesi sportiv. Do të lehet fare. Jo. Brikena çov që ti ke pyetje për Gëzimin dhe për Edin, nga kush do ta nisësh sot? Atëherë, me që si kam afër... Okej, nga Gëzimi. Gëzim, ti që sa vite shef botrorin? Unë këtë botrorin e parë që kam parë, live do më thënë, që kam parë, më thënë, është në 70-ën. Do më thënë, jam 15 vjeç me botrore. 15 vjeç. Në fakt, pyetja që deshta me të bëjnë është si mendon se duhet me usill futbollistat me bashkëshortet e tyre gjatë periudhës botrorit? Ka qëndrime të ndryshme. Te presidenti i Brazilit. Ka qëndrime të ndryshme. Anglezët, basi fituan ndeshjen, vajtën ke gratë, ke të dashurat dhe fillon puthjet. Edhe gjithë gazetet kryesore britanike u morën me ato. Roy Keane, një nga futbollistët që është opinionist sot, futbollist i ashpër i egër dhe është shumë i drejtë për drejtë dhe si opinionist, tha që ç'është kjo histori, tha, çfarë bëjnë këta, tha, përqendrohu kemi vajt me marr botrorin, tha. Çan këto puthje që bëni ju, tha. Ju mas i viti gjysma do ndajeni, tha. Me këto tha, gratë me të dashurat. Tash tjetra. Shembulli tjetër është në botror, ekipi më i vogël, i vendit më të vogël, Curaçao. Curaçao i ka marrë gratë me vete dhe në dhoma i ka lejuar dhe me të dashurat dhe me gratë futbollistët flenë kundra gjithë botrorit. Se mjeka sociale këtë fjali që sapo the. Se kur thu dhe me gratë dhe me dashurat, duhet që kanë të dyja. Ka ca që kanë të dashura, ka ca që kanë gra, Manu. Janë 20 vjeç ata. Ka futbollistë që kanë të dashura, ka që janë të martuar. Tani ata janë bashkë në një dhomë dhe mjekja sociale thotë që kjo e stresit, i ndihmon anën emocionale, i bën më të lirshëm, nuk krijon atë mallin distancën e largët dhe A menon se ka konkurrencë edhe mes grave që për shembull Jo, Curaçao është për qef. Çka ka bërë histori. Kështu që Këto barena jemi vetëm për bashkime, nuk ekziston ndarje, kështu që se ai presidenti i Brazilit ka marrë dhe gruan dhe dashurën, kështu që kush? Ai presidenti i Brazilit. Edhe gruan dhe dashurën. Po, Kosta ti do merje. Jo, ideja desha me pyetësimin. Gëzim. A ka futbollist të Curaçaos që ka marrë 2 dhoma? Se 2 dhoma. Se 2 dhoma. Kurse unë do merja 1 dhomë, po do ta rezervoja edhe një tjetër se si dihet. Unë mendoj që kosa do merrë. O si do ash dru sot ti. Po do ash 5 ora. Po ti vetë o si do shkosh sot. Jo kështu.